Mateu 5:23 dhe 24. Pajtimi vjen para adhurimit. Nëse ti pra po paraqet ofertën tënde të altarit dhe atje kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre atje ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllain tënd. Pastaj ktheu dhe paraqite ofertën tënde. Këto dy vargje, Jezusi jep komandën ose urdhërimin, Jezusi jep këtë urdhërim dhe na fton në një dimension tjetër, adhurimi. Adhurimi përpara se Jezusi të vinte, ishte një adhurim i bërë nëpërmjet ritualeve. Mësuesit e ligjit, farisejnë, saduqejnë, ata gjithmonë siguroheshin për ritualet. Ritualet e adhurimit të bëheshin në mënyrën e duhur, hap pas hapi, vihesh, kishte shumë vëmendje, rroba, rituali i pastrimit, i larjes, rituali i sakrificës, pra i therrjes së kafshës, edhe një hap tjetër i rëndësishëm ishte të sigurohej që kafsha ishte kafshë 1 vjeçare, qoftë dele, dhi, qenç, kec, 1 viç, pra të ishin 1 vjeçar, por ajo çfarë është më e rëndësishme të ishte balli kopes, pra të ishte më e mira, më e majmja, më e shëndosha. Ju ftoj që të shikojmë 5 gjëra që na ndalojnë të i bindemi kësaj komande, urdhërimit pra të Jezusit. Një nga pengesat që neve hasim si të krishterë ose si besimtar të Krishtit është pikërisht krenaria. Unë kam të drejtë, ai duhet të vijë i pari. Por Jezusi nuk pyet kush e nisi konfliktin. Ai thot shko. Fjalët e urta, kapitulli 16, vargu 18 thot krenaria e paraprin shkatërimit. Një nga gjërat që Perëndia urren është krenaria. Edhe krenaria në fakt mburra vetë që krenohen janë në fakt gjërat që dëmtojnë shumë. Pra, ndërsa neve po flasim për pajtimin, Perëndia na fton që neve të kemi paqe në zemrën tonë, në mendjen tonë, në shpirtin tonë, ndërsa neve shkojmë të adhurojmë Perëndin. Kur shkojmë të adhurojmë Perëndin me një mendje të pastër, me një zemër të pastër, atëherë neve jemi të fokusuar 100% tek Perëndia. Por imagjinoni nëse ne nuk jemi të fokusuar tek Perëndia, pra kur jemi të zemëruar, kur kemi diçka të pazgjidhur me vëllain tonë, me motrën tonë. Edhe kjo ndodh shpesh në fakt, por në qoftë se ne imagjinoni pra të shkojmë të zëmruar në altarin përpara Perëndisë, mendja jonë, zemra jonë është diku gjet. Ne mund të bëjmë ritualet sipas hapave të kërkuar, por jemi larg Perëndisë. Një pengesë tjetër është frika nga refuzimi. Kjo është diçka shumë reale dhe shumë e drejtë për drejtë që neve e hasim e mendojmë gjithmonë dhe themi po sikur të mos na fal. Është e kohë që ta marrësh iniciativën për të shkuar, për të kërkuar falje. Bindja jon nuk varet nga reagimi i tjetrit. Perëndia kërkon besnikërinë tonë. Pali gjithashtu do të thoshte tek Romakët, jetoni në paqe për sa kohë është në dorën tuaj. Pra bëje hapin tënd, kërko paqen, kërko qetësinë shpirtërore që është shumë e rëndësishme për të patur një marrëdhënie me Zotin. Për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, ne nuk duhet që të ofrohemi, që të flijohemi për egon tonë, pra për përjetësinë tonë ne të lejojmë egon, të lejojmë frikën që të na pushtoj, të na pengoj për të pajtuar. Zemërimi i pashuruar. Kur zemërimi mbahet gjatë, justifikohet, ushqehet dhe bëhet hidhërim. Jezusi kërkon një zemër të pastër. Tek Efesianët kapitulli 4, vargjet 26 dhe 27 thot: Zemëroni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Një nga gjërat e vështira është kur zemra jon pushtohet dhe mendja jon pushtohet nga mendimet e këqija. Edhe nëse neve nuk e luftojmë, nuk largojmë anën negative nga mendja jon, nga zemra jon, ne po hidhërojmë shpirtin tonë. Dhe kur hidhërojmë dhe shpirtin tonë, ne kemi shumë të vështirë që të ecim përpara dhe na pengon fuqishëm për të patur një marrëdhënie me Zotin. Dashuria për ritualin. Është e mundur të këndosh, të lutesh, të japësh oferta, por të mos duash të pajtohesh. Jezusi thot lere dhuratën. Marrëdhëniet pra kanë rëndësi për Perëndin se sa adhurimi. Në fakt, ne mund të mendojmë që janë të
janë të rëndësishëm ritualet, hapat, por Perëndia thënë, unë kërkoj zemrën, unë kërkoj qetësinë, paqen tënde, unë kërkoj që ti të japësh 100% tënde. Isaia kapitulli 1, vargjet 11 deri në 17 thot: Profetët tregojnë se Perëndia urren festat e ofertat kur duart që i ngren janë plot gjak, domethënë kur padrejtësia mbetet e pazgjidhur. Gjithashtu thotë të njëjtën gjë edhe Amos kapitulli 5 vargjet 21 deri në 24. Nuk mund të jesh i papastër edhe të shkosh përpara Perëndisë. Tani, bekimi ynë i madh është që ne shkojmë përpara Perëndisë të pastër përmes gjakut të Krishtit dhe kjo na ndihmon neve shumë. Ndaj Jezusi na thotë që unë ju dua me gjithë mendjen tuaj, me gjithë zemrën tuaj, këtu në adhurim 100%. Një hap tjetër është vetë justifikimi. Pra kur ne justifikojmë veprimet tona, edhe themi nuk ishte faji im, ai më lëndoi, ai më ram qaf, ai më dëmtoi, ai më bëri kështu, ai më bëri ashtu. Jezusi nuk kërkon të fitojmë debatin, ai kërkon që ne të kërkojmë paqe. Pra, fjala këtu më parë nuk le vend për shtyrie. Jezusi thot më parë përpara se të vish përpara altarit, shko dhe pajtohu, shko dhe qetësohu, shko dhe merr paqen tënde që vjen nga Perëndia. Do të ndalemi tek 5 gjërat që na inkurajojnë të bindemi kësaj komande ose këtij adhurimi që Jezusi na jep. Motivi i parë është kur adhurimi bëhet i pranueshëm. Jezusi tregon se Perëndia nuk dëshiron vetëm ofertën tonë, ai dëshiron zemrën tonë. Pra zemra e bindur vlen më shumë se sa rituali. Edhe Perëndia këtë kërkon, paqen tonë, zemrën tonë. Madje kjo ndikon edhe pozitivisht në ana shëndetësore, në qoftë se neve hymë në rrugën e pajtimit, hymë në rrugën e paqes, në rrugën e përuljes, neve shikojmë se sa vlerë të madhe dhe sa pozitivisht ndikon kjo tek ne. Imagjinoni kur shkojmë në shtrat për të fjetur gjumë, ne gjithmonë mund të kemi diçka që na shqetëson. Edhe kjo na le pa gjumë. Imagjinoni të hulesh të hash drekën, darkën me familjen tënde, po për shkak se ti je i zemëruar, ti nuk do të hash dhe ushqim ose zemërimin tënd do ta derdhësh mbi anëtarët e familjes tënde. Mos pajtimi ka gjithmonë vetëm të këqija sjell. Që të bëhet adhurimi i pranueshëm është që Jezusi tregon se Perëndia nuk dëshiron vetëm ofertën tonë, dëshiron zemrën tonë. Një mënyrë e mirë ose një motiv i mirë është të imitojmë karakterin e Krishtit. Krishti thotë, më vishni mua. Pali e jep këtë këshill tek Galatasit. Gjithashtu vetë Jezusi thotë, ejani tek unë o ju të lodhur e të raskapitur. Merrni zgjedhjen time sepse zgjedhja ime është e lehtë. Pra merrni barrën time sepse barra ime është e lehtë. Pra nëse neve jetojmë dhe imitojmë Krishtin, atëherë barra jonë bëhet më e lehtë sepse ne po lejojmë Krishtin që të marrë peshën edhe pastaj pjesën tjetër ai na drejton, ai na kontrollon. Pasojat janë reale. Nga le të themi motive do të ishte që të kuptojmë seriozitetin kur Jezusi thotë, nëse ti nuk pajtohesh, ke humbur dhe marrëdhënien me Krishtin, ke humbur marrëdhënien me Zotin. Do të përballesh me gjykatën, me burgun. Do të kuptojmë që marrëdhëniet e pazgjidhura gjithmonë kanë kosto konkrete. Po të lexojmë nga Mateu kapitulli 5 vargjet 26 dhe 27, na ndihmojnë dhe na bën që të kuptojmë këtë më shumë. Mateu 25 dhe 26. Pra bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të dorëzojë te rojtari dhe ti të futesh në burg. Në të vërtetë të them se nuk do të dalësh prej andej pa e paguar edhe që ndarkën e fundit. Pra, siç neve sot themi në ditët tona, çdo veprim i ynë ka pasojat e veta. Pra nëse ti thyen ligjin, do të përballesh me gjykatën, do të përballesh me burgun e të gjitha këto, ose do paguash dëmin, nëse është një dëm material. Po zakonisht po shkove në gjykatë, nuk shpëton pa i çik burg, nuk shpëton pa paguar ca para. Pra do ta paguash shtrenjtë. Pra kosta është konkrete, është reale. Ndaj dhe
Ky duhet të jetë një motiv shumë i mirë për ne që t'i bëjmë llogarit mirë, pra, që mos arrim në hapa ekstrem në marrëdhëniet tona, por të gjejmë mirë kuptimin pa arritur në dëme reale. Një hat tjetër është pajtimi sjell paqe. Kjo ka një ndikim shumë të madh pozitivisht, si nga ana shpirtërore, si nga ana emocionale, si nga ana fizike, si nga ana shkencore, e kështu me radhë. Na ndikon pozitivisht. Perëndia preferon një zemër të bindur se sa një ritual të madh pa bindje të vërtet. Pra, kjo temë përsëritet në shumë vende të shkrimit, në fakt, edhe para Samuelit, kapitulli 15, vargu 22, thot bindja vlen më shumë se flijimi dhe vëzhgimi i fjalës së tij më shumë se yndyra e deshve. Mosfalja pra është barë, falja sjell liri, paqe dhe gëzim. Shumë njerëz flen më mirë pasi kanë kërkuar falje. Zakonisht kur ti je i qetë, kur ti je në paqe, kur ti je i ushqyer mirë, zakonisht ndikon pozitivisht edhe me gjumin ton. Mendoni pak edhe për këtë. Hapi ynë i fundit është pajtimi është dëshmi e fuqishme e ungjillit. Bota është plot hakmarrje dhe ndarje. Pra ka shumë krenari, ka shumë ndarje, ka shumë hakmarrje, ka shumë zemrime, mlef. Por kur një besimtar kërkon të pajtohet në një botë të tillë, ai tregon pra publikisht fuqinë transformuese të Krishtit në jetën e tij. E ku ka më mirë se sa të predikosh pa fjalë, pra me jetën tënde, me veprat e tua. Gjoni kapitulli 13, vargu 35, thot, nga kjo do të njohin të gjithë se jeni dishepujt e mi nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Po të mendojmë thellësh që Jezusi nuk po thot se adhurimi nuk ka rëndësi. Ai po mëson se adhurimi vërtet nuk mund të ndahet nga marrëdhëniet e drejta me njerëzit. Një zemër që kërkon pajtim është një zemër që e merr seriozisht shenjtërinë e Perëndisë. Jezusi na thërret të zgjasim dorën drejt vëllait ose motrës tonë në pajtim. Altari dhe marrëdhëniet nuk janë kundërshtar, ata janë të pandashme në jetën e një dishepulli të Krishtit. Le të adhurojmë Perëndin me gjithë zemrën tonë, me gjithë mendjen tonë, me gjithë qendjen tonë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush. Zoti ju bekoft.